nuk do shumë për të prezantuar këtë zonjë. Kjo është fotografja Suzana Mushkolaj nga Deçani, po me rrugë për të realizuar një projekt e kjo rrugë është bukur e vështirë. Sot do të vizitojmë bjeshkën e Gjeravicës, së bashku me ekipin e televizionit Nisëni. Me vete do të marrë aparatin e Canon me lenzën 10-20, që ka kadër shumë të madh, do më thonë shumë gjerë, është i përshtatshëm për peizazhe. Edhe lenzën 70-200, e cila ka fokus më të mirë. Do më thonë kadrin e ka më të vogël, mirë, po fokusin e ka më të mirë, kur duhet me fotografu ndonjë gjë më të largët edhe me fokus më të thellë. E kam adhuru gjithmonë fotografinë dhe bukurinë natyrore dhe bukurinë përgjithësi. E mënyra me dokumentu atë ka qenë fotografimi, kështu që kam fillu si hobi ka fillu, pastaj është evolvu edhe është kriju si profesion. Nuk kam një stil të veçantë, fotografoj njerëz, fotografoj peizazhe, fotografoj edhe dokumentare dhe artistike, edicionale. Nuk kam një stil të veçantë, është diçka që e bëj me shumë përkushtim dhe me shumë dëshirë. Kështu Suzana e jam mësyn unikut për të takuar me miqt e me të cilët së bashku do të jam mësyn majës më të lartë të Republikës së Kosovës, Gjeravicës. Duket mjaft e shkallë dhe e përgatitur për çdo sfidë që mund t'i dalë përpara. Gjatë rrugës ne zhvillojmë një bisedë me të. Gjeravica është një sfidë goxha e madhe për mua, është 2665 metra lartësi detare. Edhe më duket bjeshka më e lartë në Ballkan. Edhe është mirë me promovu që ajo të promovohet për turizëm, për sportet ndryshme si për skim, edhe që të krijon vend pushimet, vend rekreacionet, për alpinizëm, kështu që është mirë me promovimin e librit do të promovohet edhe gjithë kjo pasuri natyrore që mund të më shfrytëzu të ardhmen, më ndërtu. A më tregon për sfidat dhe vështirësi që ka profesioni fotograf? Ka sfida, ka vështirësi, për shembull këto alpinizmin, unë nuk e kam si profesion, mirë po është dashur që ti përvetësoj dhe ti jesh shumë e shkathtë edhe të kesh kondicion që ti përvetësosh edhe vështirësitë gjatë në terren. Kam qenë në disa shpella që me të vërtet kanë qenë sfiduese me një terren goxha të vështirë në rrugë. Në një anë për mua është shumë kënaqësi sepse më pëlqejnë sfidat. Mirë po edhe është e rrezikshme nganjëherë, duhet me pas shumë kujdes, me pas shumë me adhuru natyrën. Nëse nuk e adhuron natyrën, atëherë çdo gjë është shumë e kotë.
Rrugë mjaft e vështirë e cila sjell edhe rreziqet e saj, por për punën e Suzanës nuk janë asgjë fare. Ndalemi nëpër shumë vende gjatë rrugës, pasi Suzanës i duken vende ku mund të bëj fotografi të jashtëzakonshme. Duket e palodhur dhe shumë e vullnetshme për të përfunduar misionin e saj. Këtu jemi të një ujvar afër komunës së Junikut. Është një atrakcion që jashtëzakonisht më pëlqen. Burim natyror më duket edhe burimi i bistrisës së Junikut, gjendet këtu afër, kështu që më pëlqen një të jetë mase. Pas disa orësh, arrim edhe tek vendi ku banorët e Junikut kishin ndërtuar stanet e tyre për të kaluar verën. Tani jemi të gropa e Renikut, bjeshtë e Junikut. Deri këtu mundemi me gjipa, tash nga këtu do të ecim tek maja e Gjeravicës. E një pamje si kjo është e pamundur të ikën fotografës Suzana Mushkolaj. Se është shumë e shoqëruar dhe e dashur për të gjithë, ajo bashkohet me ne për të ngrënë bukën, të cilën e kishte siguruar për ekipin tonë dhe për cilësit tanë. Vazhdojmë rrugën për në Qershiz, një lartësi bukur e madhe. Suzana gjatë gjithë kohës pozicionohet në mënyra nga më të ndryshmet për të marrë pamjet më të bukura të bjeshkës së Gjeravicës. Veprimtaria e saj është e pandalshme. Ajo tashmë po punon në monografin për rrafshin e Dukagjinit. Ne ndalemi që të bisedojmë më gjithësisht rreth punës dhe vështirësive që sjell ky profesion. Tu jemi tani tek malet bjeshka e Qershiza, bjeshka e Junikut. Mbrapa kemi majën e Gjeravicës. Zakonisht kur fotografoj malet, bjeshtë dhe malet, sigurisht që fokusohem edhe në florën dhe faunën e këtyre maleve tona, se çdo bjeshk, çdo rajon ka karakteristikat e veta, të cilat mundohem t'i paraqes në përshkrimet që bëhen me fotografi dhe përshkrimet me tekst. Ato reprezentojnë domethënë rajonin tash në këtë kontest është domethënë rajoni i Dukagjinit. Është një kogja një rrezik i madh, domethënë përpas që mundohesh ngjitje të kogja të rrezikshme edhe terreni i rrezikshëm, ka rreziq edhe nga kafshët e egra, domethënë mundesh më ballafaqu me situata të ndryshme të cilat shpresojmë që nuk do t'i hasim gjatë rrugës. Mirë po, deri me tani nuk kam pas diçka ndonjë situatë të jashtëzakonshme, kem pas fat,
po duhet me llogarit që mundesh me pas edhe një takim me Arion ose Ujkun. Kështu që çdo punë ka rrezikun e vet, edhe kjo ka të anë pozitive dhe negative. Për mua është kënaqësi me pa gjithë këtë hapësirë, me pa gjelbrimin, me pa vendin. Kështu që për mua është një kënaqësi e papërshkruar. Sa shpesh të vizita? Mundohem njërë një javë, njërë në 2 javët me shku dikon në për Rugov, në për malet e Deçanit, të Brezovic, të ndryshme, vendet ndryshme. Fotografia ishte pasion për të, por që tashmë është bërë pjesë e pandashme e saj. Punën që bën natyrisht se i sjell edhe përfitime, por jo edhe aq të mëdha. Mirëpo dashuria ndaj artit mbetet sfida e të dashuruarit për Suzanën, duke harruar shpeshherë edhe shpenzimet e mëdha që bën. Për gjeneratat e reja, ajo ka një varg mesazhesh, sidomos për femrat që ndonjëherë edhe ngurojnë të marrin në dorë një aparat fotografik. Jo kisha lutë rinis që së pari ta ruajnë dhe ta vlerësojnë ambientin dhe më të natyren, edhe të kenë guxim si fotograf, të kenë guxim që të eksplorojnë, pa u lumtu dhe pa rreziku pak, duhet me pas shumë guxim që me u hap, do me thonë, jo me të mbyllur në hapësirat qytetit apo po me eksploru vendin, si vendin e vetë, ashtu edhe vendet tjera, kultura tjera. Guximi është shumë i rëndësishëm në fotografi, bashkë me talentin, sigurisht. Në këto stane rreth Gjeravicës, Suzana afrohet me shumë dashuri edhe tek njerëzit që jetojnë këtu gjatë sezonit të verës. Bën fotografi, afron edhe kafshët afër vetës, gjithsesi edhe shkëput një moment me një fotografi. Më pas, ajo ja mësy në bjeshkës së Gjeravicës, e cila ka një lartësi mbydetare 2656 metra, një nga majat më të larta të Republikës së Kosovës. Pos dy mizëve të saj që e shoqërojnë, pjesë e pandashme mbetet edhe flamuri kombëtar, të cilin e mban me krenari.